Samiti i Komunitetit Ekonomik Ndërkombëtar Future Investment Initiative Europe do të mbahet sot në Tiranë në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Në samit do të mbaj fjalën e tij edhe dhëndri i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, Jared Kushner, i cili vjen sot në Tiranë. Ai do të flasë si CEO dhe themeluesi i Affinity Partners. Në agjendën e mëposhtme thuhet se fjalimi i tij pritet të mbahet mes orës 10:05 dhe 10:25 të 17 majit. Më pas do të jetë edhe kryeministri Edi Rama që do të mbajë fjalimin e tij, dhe gjithashtu presidenti francez Emmanuel Macron. Pjesëmarrës në këtë samit është edhe senatori italian dhe ish kryeministri Matteo Renzi. Në këtë edicion special të samitit do diskutohen 8 fusha kyçe: fragmentimi dhe gjeoekonomia, siguria dhe pavarësia energjetike, inteligjenca artificiale dhe robotika, kujdesi shëndetësor, industria e prodhimit, tregtia, turizmi dhe inovacioni në sipërmarrje. Ndërkohë, presidenti francez është pritur mëngjesin e kësaj të shtune në kryeministri nga Edi Rama në kuadër të vizitës së tij zyrtare që po mban në vendin tonë. Kjo është vizita e dytë zyrtare e presidentit francez në pak kohë, por e para e shoqëruar nga bashkëshortja e tij Brigitte. Macron shoqërohej nga ambasadoria franceze Catherine Suard teksa mbërriti në kryeministri. Dy liderët po mbajnë një takim dypalësh, ndërsa më pas do të firmosen edhe disa marrëveshje në fushën e mbrojtjes, turizmit dhe prodhimit të energjisë. Vizita zyrtare e Macron do të vijojë me një deklaratë përbashkët për shtyp me kryeministrin Rama, e cila është parashikuar në orën 10:15. Të dy udhëheqësit do të flasin edhe në forumin ndërkombëtar Iniciativa e Investimeve të së Ardhmes, ku do të jetë i pranishëm edhe dhëndri Trump dhe ish kryeministri italian Matteo Renzi.